E pash që keni deklaru diçka të tipit është mirë mu shmangë zgjedhjet, nuk shkohet në zgjedhje prap. Po për mu shmangë zgjedhjet duhet me votu për dikon, apo e dini kush është ai dikush? Po një person i cili do duhet të ishte i pranueshëm për gjithë, i cili siguron 80 vota, 80 persona të cilë do të qëndrojnë në Kuvendin e Kosovës, madje do të votojnë. E unë mendoj që nuk jemi në momentumin cilën asnjë parti politike se mendoj që do duhet ta mendonte këtë punë. Normalisht bora përgjithësisht i bie kryeministrit vendit për shkak që ai ka një shumicë, edhe normalisht duke pas këtë shumicë, edhe duke pas sistemin ton politik që dihet cili është sistemi jon politik që duhet me pas marrëveshje, domethënë duhet me pas dakordancë për gjitha proceset, e veçantë detyrohet me pas marrëveshje edhe për veçantë për presidentin, për faktin që ka shumë problem në Kuvendin e Kosovës, madje edhe me 51% është shumë problem i sigurisë të 81 deputet. Kështu që në këtë moment, duke pas zgjedhjen e presidentit si hapi kryesor për të vazhduar një mandat 4 vjeçar i cili është i nevojshëm për Kosovën, konsideroj që secili prej neve e ka një bord përgjegjësisë individualisht, edhe politikisht për të menduar, edhe për të arrit një konsenzus për një person i cili është i pranueshëm për gjithë neve dhe të siguron 80 deputet të paktën 80%. Mirë, për mu do të ishte mirë që ta kemi një kandidat i cili do t'i siguronte 120 deputet prezent, sepse është fjala për presidentin tonë, edhe është fjala për një person i cili duhet ta sigurojë unitetin. Nëse është dikush i cili është i papranueshëm për ju, a i bje kjo që keni me qëndru dhe me votu kundër, që kjo është mënyra që shmangën zgjedhjet, apo ju lexoj korrekt? Lart, unë pak a shumë e kam një përvojë, kështu mu ka bënë një përvojë politike dhe i kam qëndrime të cilat janë dituna, domethënë tha mendimin tim edhe është i pa ndikum. Unë nuk mendoj që del një parti politike në Kosovë, na sjell një kandidat për president, e i cili nuk i plotson ato kushtet elementare që ndoshta unë mund mos me qenë pjesë e Kuvendit kur zgjedhet presidenti i vendit ta. Domethënë nuk mendoj, nuk e pres që del dikush që ai do të jetë një person i cili vërtet nuk i plotson kushtet formale. Ato kushte formale janë mos pari që unë pres që ka me kon fillimisht një president i cili e përfaqëson Kosovën, unitetin, është profesionist i mirë, më garanton që e ruan sovranitetin dhe e ruan shtetësinë e Kosovës, edhe normalisht edhe i përfaqëson edhe komunitetin e zgjidhjan që unë e përfaqësoj. Kështu që këto janë ato parimet që unë shpres që një propozues e jap një propozim ku unë kam u detyruar mos me qenë prezant. Kështu që nuk i kam ato pritje. Në rast se do të vinë ato pritje, atë normalisht edhe unë kam qëndrim që nuk e ndryshon kur gjë, nuk ka gjë që ndryshon. Nëse unë mendoj që është dikush i papranueshëm. Kuptova, i kemi edhe një